Apo bëhet ChatGPT-ja kërcënim për trurin e të rinjve? Studiuesit kanë bërë një hulumtim duke i përcjellur 34 studentë në një periudhë 4 mujore dhe kanë ardhur në një përfundim se studentët të cilët përdorin ChatGPT-n për të kryer detyrat e tyre shfaqnin aktivitet më të ulët të trurit, kujtesë më të dobët dhe mendim kritik më të pakët në krahasim me studentët të cilët nuk e përdorin inteligjencën artificiale. Por çka është më rëndësi është se ata e harronin edhe më shpejt përmbajtjen e shkrimeve të tyre. Derisa ChatGPT-ja po ofron lehtësi dhe shpejtësi, në anën tjetër ajo po sjell edhe një pasivitet mendor. Një tjetër pikë me rëndësi është se pjesëmarrësit e pranonin përmbajtjen e ChatGPT-s dhe nuk e vënin as pak në dyshim saktësinë e përmbajtjes së saj. Por edhe një gjë tjetër që duhet theksuar është se përdoruesit e ChatGPT-s edhe kur kalonin nëpër detyra nëpër të cilat nuk kishin nevojë të përdornin inteligjencën artificiale, ata prap shfaqin aktivitet të ulët të trurit. Ndërkaq pa dyshim se studentët të cilët nuk e përdornin ChatGPT-n, aktiviteti i tyre i trurit rritej. Dhe ky studim na tregon se ne mund të përdorim ChatGPT-n si mbështetje, por asnjëherë si zëvendësim të menduarit njerëzor.